I kam rënë shkurt kësaj rade sepse ka menduar që i publiki mund që na shef ne bashku vëlla kur jemi këtu, e di shumë mirë që dështoi dhe raundi 7, më duket ai 8. Sot ishte i 8-i. I 8-i ka dështuar raundi 8 për konstituimin e parlamentit. Parlamenti është konstituar për ashtu i quhen ata. Për zgjedhjen e kryetarës së parlamentit. Dakor. Sepse Albin Kurti vazhdon të propozoj për të 8 radhazi Albulena Haxhiu. Tani, Njëtin emër. mund të më thuash para se të më thuash kulla, pse Kurti, e para njërë kusht Albulena Haxhiu, që ky Kurti ka kaq shumë xhantë? Është një nga ato antarët e kryesisë, një bashkëthemeluese vetvendosjes, është njëri i tij. Nuk ka shumë rëndësi se kush është Albulena. E ka njëri të besuar. Po, sigurisht që ka njëri të besuar. Po çka ka qenë Albulena përpara? Deputete, ministre. Ka qenë ministre, e kujt? E vetvendosjes, Tani çështja është pse ka ndodhur dje, ë? Pse po ka I 8 ka ndodhur dje. Pse çështja është pse kështu? Aty nëse ti e sheh, janë deputetët e nismës, me cilët Albin Kurti mund të bëjë qeverinë. Por kushti i Tani po më shpjegon pse vendos Albulenën gjithkohon. Pse ai vendos Albulenën gjithkohon, jo se do Albulenën, po se do Albinin. Po pra, pse Albini vë vetëm atë emër, se mund të ndryshon të emrat. Po ta shpjegoj pra. Sepse ai nuk do të ndryshojë emrin për kryetar parlamenti, jo sepse në bazë të kushtetutës Kosovës, i pari që zgjidhet është kryetari i parlamentit. Po momentin që ai zgjedh kryetarin e parlamentit, që do të partisë vet dhe ka detyrueshëm nga kushtetuta ta ketë partisë vet, ai në të njëjtën ditë bën dhe votimin për kryeministër. Pra ato 61 votat magjike që duhen, i bën dhe për kryetarin e parlamentit dhe për qeverinë. Pra duket sikur lufta është për kryetarin e parlamentit, po në fakt jo. Lufta është për qeverinë. Dhe tani me nismën tani. Me nismën tani. Tani nisma për të thënë shqiptarëve këtu të Shqipërisë se nuk e dinë, është ky Fatmir Lima. U du për një moment se Fatmiri është dakord më burr. Fatmiri është dakord, por Fatmiri është dakord me variantin që kërkon të maksimalizojë atë kalim, duke qenë që kërkon të bëhet vetë kryetar parlamentit, dhe Albini nuk ka ndërmend t'ia japi. Sepse Albini po i kërcënon palët, duke ditur që në një palë zgjedhjet parakoshme. 1/3, 2/3 atyre që janë atje nuk bëhen më deputet. Edhe nga forcat e opozitës, edhe nga këto të më. Nuk bëhet, sepse do zhduken. Zgjedhjet e fundit treguan që është shumë vështirë që Nisma dhe Aleanca bashk prodhuan 6 deputet, duke u bërë bashk. Pra, rrezikohet që Nisma, e cila është në një marrëveshje me Kurti. Le të flasim me emra njerëzish. Pra, Fatmir Lima me Kurti bashk rrezikon që të ngelet jashtë parlamentit nëse ka zgjedhje të parakoshme. Aleanca është e këtij e Ramushit. E Ramush Haradinit. Pra, Albin Kurti po i thot që unë do prodhoj zgjedhje të parakoshme. Zgjedhjet e parakoshme. Pra, këto dështime kështu e lexojmë këto dështime njëra pas tjetrës. Pra, o do më pranoni dhe do më votoni mua kryeministër, edhe kryetarin e parlamentit do jetë e imja dhe do ta bëjmë brenda të njëjtës ditë, ose unë do t'ju çoj në zgjedhje të parakoshme. Po më një sekondë. Ky nuk do të japi asgjë këtyre që do të bëjë qeverinë. Sigurisht që do t'i japi zëvendës kryeministër, ministra e tjerë, po jo kryetarin e parlamentit dhe jo kryeministrin. Sepse po të vërë kryetarin... Jo kryeministrin e ka vetë Albini. Pra, po kjo është çështja që në Kosovë zgjedhet kryetari i parlamentit. Dhe momentin që zgjedhet kryetari i parlamentit është shumë i fuqishëm, prandaj do të vetvendosë, sepse kryetari i parlamentit mund të ndryshojë letrat, kartat, librat, po. Pra, të zgjidhet vetë dhe të lërë Albinin në opozitë të bëjë një qeveri të gjithë tjerëve. Dhe kjo gjë e tremb Kurtit. Po pse mund ta bëj? Sepse kryetari i parlamentit në Kosovë është shumë i fortë. Po çka ka në dorë ai? Ai është... Një vot ka? Jo, ke gabim. Po çka ka? Kryetari i parlamentit është ai që drejton dhe nuk është i shkarkueshëm më pastaj. Dhe kryetari i parlamentit është i shënuar në Kushtetutën e Kosovës që duhet të jetë i partisë parë. Pra Albin Kurti vazhdon dhe qëndron që kryetari i parlamentit më takon mua. Më fal, po kush është shënuar në Kushtetut? Kushti e kërkon Lima atëherë? Sepse duhen 61 vota dhe Lima i kërkon të ketë forcën. Po do të ndryshoj Kushtetutën pra? Jo, pa i kërkon që të shkojë në një variant ku vetvendosja që është partia më e madhe ta propozojë Limajin për kryetar dhe ta bëjnë sikur është po e njëjtës listë. Kjo është arsye pse Kurti nuk e bën. Kurti në këmbim të kësaj gjëje thotë, hajde futun qeveri dhe unë do t'jap kaq gjëra, kaq ministër. Ai nuk pranon. Ai thotë, jo, duhet zgjidhim çështjen e kryetarit të parlamentit fillim. Pastaj Kurti kërcënon me zhdukjen nga politika nëpërmjet zgjedhjeve të parakoshme.
Po pse shka që sigur Kurti që do fitojnë zgjedhjet e parakoshme? Sepse zgjedhjet e fundit treguan që Kurti ka një diferencë të madhe me këta tjerë. Ka, po ka rënë, ndërkohë. Jo, ka një diferencë të madhe dhe shiko si është. Partia vetëvendosja është gjysma, këta gjithë tjerët janë gjysma. Kuptoj pra. Tani, ç'a ndodh? Nëse shkohet në zgjedhjet parakoshme, ato partitë e vogla, Aleanca dhe Nisma rrezikojnë të zhduken nga harta politike. Pra të mos Pra ti jenë thua Ramush Haradinaj edhe Limaj, ti thua se janë mos jenë më fare. rrezikojnë të mos jenë më, sepse edhe kësaj radhe me zor hyn. Dhe aq më tepër që ka një sherr mes të dyve dhe këta janë ndarë. Dhe pjesa tjetër është që nëse bëhen zgjedhjet tani, ato zgjedhje do jenë dikur nga qershori. Kur në Kosovë, pra qershor, korrik, gusht, është periudha kur vinë emigrantët dhe diaspora vjen në Kosovë dhe diferenca e Kurtit me të tjerët rrezikon Je i paparë, këto kulisa më duhen tani. Këto kulisa më duhen që po më tregon ti, po do vim prapë te Kosova, do bëjmë një pauzë. E kemi parë në Kosovë, po bukur shumë intriga demokratike. Loj, ka lezet loj. Jo si Shqipëria, një vend i shpifur, ku dihet loja paraprakisht, një çmendurie, kupton? Ka lezet Kosova, ka loj, ka loj. Pas 11 majit e dini se ku do të shkoni për të jetuar. Ka dhe lojtar atje. Ha? Ka dhe lojtar atje. Ka lojtar, ka loj, vlla. Ka loj. Kushtetuar e Kosovës, thot që vetëm partia më e madhe mund të propozojë kryetarin e parlamentit. Po. Kjo është vendosur në 2011 nga Hashim Thaçi që kontrollonte gjykatën kushtetuese de facto. U bë një interpretim në atë kohë që bllokoi vetvendosjen dhe LDK-n dhe partitë e tjera që të propozonin kryetar kuvendi që të shmangnin PDK-n e Thaçit. Kurti aso kohë ishte kundër, tani i kanë në favor. Të ma korrigjoj kulla nëse e kam gabim. Sakt. Vjen kjo im. Është e saktë. Bravo. Është e saktë. Pra, ku e lam? Personi që ta ka nisur një mirë sistemin e Kosovës. Atëre, Ledio, tani është moment të bëjmë një xhiro? Jo, ndoshta pak më vonë. Ndoshta pak më vonë, po. Më thuaj. Po. Po jo shumë vonë, kujdes. Sepse do të bëjmë një xhiro pastaj në Eastside Residence dhe ku do shkojmë tjetër? Vetëm atje kemi ngel. Po, në Eastside Residence. Më thuaj për sa të mbarim Kosovën. Kulla, pra e lan fiks te momenti që ti the Kurti nuk do t'i japi Limajt atë që kërkon. Jo, ai është një të japi Limajt shumë gjëra, po jo kryetarin e kuvendit. Po jo kryetarin e kuvendit. Tani Kurti Dhe po i kërcënon me zgjedhjet parakoshme duke kërcënuar me zhdukje nga politika. Tani është një poker ku Kurti luan blofin apo ka seriozisht? Dy gjëra ka. Më thuaj, kush janë? E para. Kurti o do ta zgjidh javës që vjen dhe do jetë dhe kryeministri do ketë dhe kryetarin e parlamentit, ose do provokojë zgjedhjet parakoshme, të cilat ta thash do mbahen në muajin qershor. Po? Dhe qëllimi i tij do jetë që ai ta pastrojë skenën politike të Kosovës edhe nga dy parti tjera të vogla dhe ato vota pastaj të ndahen mes partive të mëdha. Ti thua në qershor domethënë pas një muaji? Pas 2 muajsh po. Pas 2 muaj. Një muaj gjysmë domethënë. Se kështu thot kushtetuta e Kosovës. Vetëm se prapë nuk e kuptoj, pra s'më dhe një argument bindur. Ai shkon në Se Kurti është kaq i bindur që në zgjedhjet parakoshme do fitoj më shumë se ç'i fitoj tani. Fito. Se po prezidenti e njëjta skem. Po ta them pra, në këto kushte, dy partitë e vogla, Aleanca e Ardhmërisë Kosovës dhe Nisma shkrihen dalin jashtë sistemit politik. Nuk kalojnë pragun. Pra, Haradinaj edhe Limaj. Thua tu nuk hyn as ata të dy deputet thua? Jo, nuk futen fare, se po nuk kalove pragun në Kosovë, që është 5% që nuk futesh, nuk kalon. Nuk është si në Shqipëri. Po si e kaluan kësaj radhe pra kulla? E kaluan se u bën bashk. Po mund të bëhen pra bashkë zgjedhjet Po nuk tjera. bëhen më bashkë se tani janë ndarë, dhe ai e di këtë. Po pse u ndan? Sepse Limaj u afrua afër Dhe sa Haradinaj tha që jo unë s'bëj koalicion. Haradinaj ka vazhduar luftën kundër Kurtit e tjerë, megjithatë zgjedhjet treguan që ata me zor i bën këto vota, pra me shumë vështirësi. Pra, në këtë, me dy forcat e tjera politike, vendosja tregon që ka një distancë madhe edhe me PDK-n, edhe me LDK-n, e mbi të gjitha çfarë është më rëndësishme, është Kurti në verë e di që ka nga ana e vetë ardhjen e votës nga emigracioni, pra diaspora e cila në verë vendoset në Kosovë. Po vjen që qershor diaspora? Vjen qershor, korrik, në fund qershorit e ke plot Kosovën. Unë që shkoj shpesh Kosovë çdo javë. E di, po. E ti thoj do e lë një datë? Jo, e imponojnë zgjedhje domethënë. Çështja është që presidenti Osmani do t'i japi dhe shansin e fundit, besoj që është java që vjen. Kjo Osmani me kë është, valla?
Se kjo më duke se është dhe kundër Kurtit. Me veten, sepse në rrethanat që do duhet një variant i ri numrash në parlamentin e Kosovës, asa jepet mundësia që të ketë o të rikëthet në lojë me parti politike, A ka det kandidoj prapë, ose të marrë një mandat dynt nga parlamenti i ardhshëm. Po pra. Pra, prandaj them që edhe sa i intereson që të ketë... Ajo do një mandat dytë. Po sigurisht që do një mandat dytë. Po mund të më thuash kush e mbështet sot Vjosa Osmanin? Sot Vjosa Osmani mbështet Vjosa Osmani, por në parakushtet që Vjosa Osmani mund të koalicionoj me LDK-n dhe të bëjt mundshme një marrëveshje afatgjatë mes LDK-s dhe vetëvendosjes, Vjosa Osmani mund të ketë edhe shansin për të pasur një mandat dytë. Për më okullak, mua është e vërtet që kjo nuk flet fare me Kurtin, janë allnuar Në këtë moment janë marrëdhënie të ngrira, do të thënë të vështira, por kështu e ka politika, ngrihesh shkrihesh. Okulla, dhe e fundit fare para se të lëm Kosovën, se këtu ka pyetje për fund, po kjo e intriga dhe kulisat të pëlqejnë shumë. Serbët në këtë histori, vëlla. Serbët në këtë histori Me kë janë? Kanë atë dhjeçën dhe duan të ta kenë Kosovën të destabilizuar. Që do të thënë pa qeveri stabil. Pa qeveri stabil. Ju intereson? Sigurisht, intereson të rrëzojnë Kurtin. Serbët janë kundër Kurtit. Intereson Kurtit të rrëzojnë, thoti? Po, por më shumë intereson ta kenë të destabilizuar. Në këtë kohë destabilizimi është mëdhaja në përbot, ku priten marrëveshje Ukrainës, gjithto. Po Kurti si do ja bëj pra? Kurti shkon... Kurti ka dhe probleme me europianët, vazhdon ato. Ska asnjë rëndësi, shkon zgjedhjet parakoshme, fiton zgjedhjet, siç fitoi zgjedhjet e fundit, fiton dhe del partia e parë dhe fiton zgjedhjet. Nuk ka në mënyrën se si është bërë formati, po ta shohësh edhe një herë Por kulla me këtë do e bëj qeverin pra se nuk do dali dot, nuk do i marri dot gjysmën. Do marri sa çmori tani, do i. Po mund të marri sa çmori tani, mund të marri edhe më shumë. E pra, kjo pra është pyetja. Çështja është që Kurti, pra, të gjitha palët kanë kuptuar që o do bëj një koalicion me Kurtin, ose këto dy forcat e vogla politike zhduken, edhe në një palë zgjedhjet parakoshme, Kurtit i krijohet mundësia që këto 6 deputetët, të cilët zhduken në një parlament të ardhshëm, Nisma dhe AK-ja, këto ndahen mes partive të mëdha, ku një pjesë të këtyre deputetëve merr Kurti, edhe Kurti mund ta bëjë të qeverin vetëm. Por mund të ketë një rirreshtim, ku mund të ketë një koalicion paraprak mes vetëvendosjes dhe LDK-s, duke lënë në opozit PDK-n ose në sjelltas. Me ata Abdigjikun. O me Abdigjikun ose pastaj me PDK-n, me ata që janë Hag, se PDK-ja ka më shumë se një komandant. Po pse mo ti thua që Kurti mund të bëj koalicion me Hashimin? Shiko, historia ka treguar që nevoja jep edhe zgjidhje. Nevoja për pushtet. Nevoja për pushtet, nevoja për të mbijetuar, po për momentin këto janë dy zgjidhjet. Pra, o kemi zgjedhjet parakoshme brenda 10 ditësh, ose do të kemi një qeverisje ku brenda ditës do bëhet dhe kryetari i parlamentit dhe kryeministri. Kulla, kush e kërcënon sot Kurtin? Amerikanët, europianët apo vetë kosovarët? Mendoj që kërcënimi real që ka Kurti është Serbia, dhe kërcënimi real që ka Kurti është numrat e brisht dhe dobësia ekonomike e Kosovës. Për pjesën tjetër nuk ka kërcënim. Ky çuni Trumpi që shkoi për herë dytë që takoi Vučićin, kulla, është një shenjë për ty që Kosova mund të ketë më keq punët në këto 4 vitet e Trumpit? Jo, në momentin që amerikanët ndajnë gjërat me rusët në marrëveshjen që nga Ukraina andej... Po kjo për çfarë shkon ky? Biznes çan. Familja Trump është një familje e njohur biznesit Trump. Për biznes thua ti? Po sigurisht, do vinë në Shqipëri, domethënë duhet kuptojmë gjë se ne... Do vinë në Shqipëri? Besoj që po, do vinë për atë projektin e pasi të marrën zgjedhjet për projektin e Sazanit. Pra duhet kuptojnë gjë, është një familje biznesi. Donald Trump, para se të futen politikë, është një biznesmen i madh dhe vazhdon është biznes. Elon Musk është biznesmen, një pjesë e madhe atyre që janë biznesmen dhe ambasadorë, është normal që do luajnë biznes. Kuptova. Logjik. Ledion. Dhe Serbia, e cila po e shef që ka një marrëveshje mes Amerikës dhe Rusisë, atëherë thotë të maksimalizojë, se kupton që nuk shkon dot më me Rusinë. Evropa është ajo që është e dobët e tjerë, po i dhanë mundësinë të antarësim shpejt, do ketë antarësim, po si e dhanë ketë marrëdhënie të mira biznesi me Amerikën, dhe është normale. Këtu është dobësia e Kurtit, sepse Kurti duhet ta lidh mirë qerrën e tij, domethënë shtetin e Kosovës me SBA-n nga pikpamje ekonomike dhe me multinacionalet amerikane. E ka ai në dorë. Ai e ka në dorë, po nuk e ka bërë. Kjo është dobësia e madhe e tij. Mos është dhe forca e tij njëkohësisht? Jo, është dobësia e madhe e tij. Dakor. Ledion. Bëm një xhiro këtu, ngjitur me ne, unë e kam përballë, kulla i bie ta ketë në krahun e tij të djathtë.
edhe ti djatha se ke,